Mirdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Ja ku jemi edhe një herë në këtë mëngjes të ditës së diel këtu në Arena e Demave pas një le të themi një ndeshje fantastike të zhvilluar mbrëm në abisnet superior mes Partizani Dinamos, rikthehet futbolli luajtur në mëngjesin e ditës sotme ku skuadra e 13 vjeçarëve na dhuroi një fitore para pak çastesh e tashmë është radha e skuadrës së Aldo Duros për të korrur suksesin e radhës. Sukses ky që do të na çojë në vendin e parë pasi skuadra bardhë blu ditën e djeshme është ndalur nga Vora me një barazim dramatik, le të themi 3-3. Sot është rada e skuadrës së Partizanit të 17 vjeçarëve për të bërë detyrat, edhe pse përballë kemi një skuadër jo të lehtë. Gjithsesi në këto dy takimet e parë të zhvilluar mes 13 dhe 18 vjeçarë kanë rezultuar pozitive pasi të dyja këto grup mosha e kanë poshtur Teutën e Durrësit. Përkatësisht skuadra e 18 vjeçarëve ditën e djeshme arriti fitoi 1-0, një gol i shënuar nga Nejt Banushi, i dha fitoren skuadrës së Gerd Haxhiut e tashmë skuadra Gerd Haxhiut do të bëjë llogaritë për fazën e play-offit pasi një takim tjetër na duhet për të shkuar në fazën e tretë, pra fazën më të rëndësishme aty ku do të përgjithësmonte pikët. Ndërsa sot skuadra Aldo Duros vjen me një moral të lartë pasi Teutën e kemi mundur në çerk finale Kupës Shqipërisë, pra dhe tashmë do të bëjmë detyrat në këtë ndeshje vërtet interesante pasi të dyja skuadrat kanë objektive ndryshme. Skuadra e Teutës ka si objektiv për të rikthyer tek pesja, nuk është larg, është 7 pikë, ndërsa Partizani vendi i parë. Si gjithmonë njohëm me formacionet teksa skuadrat janë gati për të startuar. Trajneri pra Xha, përfaqësuesi i Teutës, vjen me këtë formacion në port Prodani, pastaj me numër 4 Qorasi, me numër 8 Hasanbelli, me numër 10 Kuqi, me numër 11 Hasanbelli, pra kemi 2 Hasanbelli në fush, me numër 15 Shkoza, me numër 27 Huna, me numër 33 Doçi, me numër 41 Shahini, me numër 47 Gripshi dhe me numër 77 Gjuzi. Ndërsa skuadra jon pra e drejtuar nga Aldo Duro, që për fat sot është mundësi e kemi në pankin pas një pezullimit të gjatë. Vjen me këtë formacion në port Qefalia, me numër 2 pastaj Balla, me numër 5 Arapi, me numër 7 Zekaj, me numër 9 Leshaj, me numër 10 Myrto, me numër 11 Hoxha, me numër 19 Kryeziu, me numër 20 Mali, me numër 23 Hyka dhe me numër 28 Sallaku. Ndërsa ky takim do drejtohet nga një trup gjykuese që pas pak do ta kemi në protokollin e këtij takimi, por shikojmë teksa gjithçka po bëhet gati me skuadrën tonë që do të nisë topin e parë. Është Ergit Hyka nga pika e bardhë e mesit të fushës. Pra skuadra jonë e cila pozicionohet momentalisht në vendin e dytë është Tirana, që kryeson 1 pikë më shumë, por është një ndeshje më shumë. 36 pikë Partizani, 11 fitore, 3 barazime dhe vetëm 1 humbje. Ndërsa Teuta në vendin e 8 me 4 fitore, 5 barazime dhe 6 humbje. Në të dyja përballjet mes Partizanit dhe Teutës kanë rezultuar me shumë gola, me shumë emocione. Por le të shikojmë se si do të rrjedh ky takim me Partizanin, që është vërtet një makineri golash, 45 gola shënuar në kampionat dhe 20 të psuar. Është sulmi më i mirë dhe mbrojtja më e mirë, ku në krye të sulmit edhe në krye të listës së golshënuesve janë Ergit Hyka dhe Musa Leshaj, përkatësisht Ergit Hykaj 14 gola dhe Musa Leshaj me 12 gola. Skuadra e Teutës momentalisht Gjuzin ka në listën e golshënuesve, por ka akoma shumë garë deri në fund për të parë se si do të rrjedhë edhe gara në luftën për golshënuesin, e jo vetëm për golshënuesin, por edhe titullin kampion, pasi ky kompeticion, kjo grupmosh do na dhurojë shumë emocione. Në takimin e parë, ku skuadra fitoi në Durrës me rezultatin 2-4, shënuan Leshaj, Hoxha, Hyka dhe Zekaj.
Provon Sallaku. Pra, skuadra jonë vjen pas fitores në derbi ndaj Dinamo Cityt. Një top i bukur për Leshajn, e stopon e ul mirë për Kreziun, i cili e drejton drejt zonës së Ergit Hyka. Mundohet ta ulë këtë top që vazhdon të çarkullojë në zonë e rrepsisë të skuadrës të Utës. Vjen Balla, shtyt skuadrën para, niset Partizani. Balla gjithmonë në Leshajn e të djathtë. Provon të kërkoj një hapësirë goditëse Luciano Myrto. Edhe një herë Robin Balla. Kreziu për Hoxhen. Një pas i lehtë, i bukur i qetë për Luciano Myrton, që pret lëvizjen e pjesë tjetër të skuadrës. Kalon te Kreziu. Edhe një herë Robin Balla. Në qendër për kapiteni Arapi. Dy mungesa të rëndësishme pra. Është Brian Djari, po gjithashtu dhe Pëllumbi pra. Pra nuk është në krye të pankisë, vazhdon të vuajë dënimin e trajneri i skuadrës Aldo Duro, gjithsesi ai është pranë skuadrës në një pozicion ngjitur me pankinën, duke dhënë këshillat dhe duke inkurajuar skuadrën për të vazhduar drejt suksesit të radhës. Hyka, Hoxha, edhe një herë Ergit Hyka, ka marrë krahun e djathtë, një top tokazi në zonë, gjithsesi vazhdon sulmi i skuadrës tonë me Luciano Myrton. Mali tashmë ka pranë Zekajn. Gjithmonë Zekaj provon një cross drejt zonës, Leshaj e godet, nuk arrin dot të jap drejtimin. Është Partizani që kërkon të marrë iniciativën e parë për të zhbllokuar rezultatin. Prodani e shkelmon me forcë drejt mes të fushës, aty ku Sallaku nuk e arrin. Edhe njerë vjen Sallaku, ndërhyn ky top drejt gjuzit. Luciano Myrto nuk arrin dot be më të mirë, gjithsesi mundua numri 10, goditje këndi tashmë para i përket skuadrës. Me se duket është fundore, e vjen ndaj protestat e Gjaspra, përfaqësuesit të skuadrës së Teutës, i cili pretendon që prekja e fundit ishte e lojtarit të Partizanit, ndaj edhe gjyqtari kryesori e këshillon duke qenë se ai ishte më pranë aksionit, ka parë më qartë, më mirë. Arapi. Rej Zekaj. Pasim për Myrton, kupton gjithçka skuadra e Teutës që mund të rrezikojë. Dhe ka fituar këtë goditje këndi, duhet të bëjmë kujdes me pasime në zona të tilla të rrezikshme. E mirë me gjithësi. Hasanbelli. Pra kemi numrin 8 Albion dhe numrin 11 Rubin Hasanbelli. Vjen crossi drejt qendrës, ndërhyn mjaft mirë Arapi. Tashmë Hyka provon të marrë krahun, e ka të vështirë. Është akorduar faul për një tërheqje nga Fanella. Duhet të rinisa aty ku është bërë dhe ndërprerje pra aksionit. Kreziu, Hyka, Hoxha, lëvizje shpejt, shikoni pasimet e skuadrës Sallaku. E hap në të majt Mali. Provon të futet drejt qendrës numri 20.
Hyka mundohet të arrini farë mënyre, por më pas të ndërhyn mbrojtja. Tashmë Rapi e drejton drejt qendrës. Hoxha rrotullohet, lëviz mirë, por rrezikon pasi bën dy lojtarë dhe rekuperojnë pa faul lojtarët e skuadrës Teutës që provojnë të nisen nga krahu i djathtë. Mali u mbet ekuilibrin, niset vërsulet, por Sallaku nuk i nda, duhet bëj kujdes. Nuk ka asgjë, loja që shkon drejt të fundorës. Vazhdon në skuadra Dursake të pretendoj edhe njërë top që shkon drejt Leshajt e mbron me qëtësi Shkoza. Provon Hyka dhe Zeka, i shikoni Hyka pak se nuk arrin të bën mjaft mirë pasi e vën vështirësi mbrojtjen e skuadrës së Teutës, i cili e dorëzon tek Zekaj. Këmbgul gjithmonë Rej Zekaj. Hoxha. Lëvizje e bukur e Hykës, Hoxha provon drejt qendrës, Zekaj tashmë nuk arrin ky spërkat drejt Leshaj, por dhe Hoxha që këmbgul me forcë. Në vështirësi mbrojtja e skuadrës së Teutës, Luciano Myrto me sa duket vlerësuar pa rregull. Kjo ndërhyrje e Myrtos. Bët gati pra të ekzekutoj qora si drejt të zonës. Gjuzi niset Kryziu. Mirë për Sallakun. Hoxha. Tjetër top drejt Hykës. Nuk është pasi më i mirë gjithsesi le të shikojmë reagimin e skuadrës Dursake. Balla e dorëzon tek Hasanbelli, tek Rubin Hasanbelli. Bën mjaft mirë tashmë Sallaku. Leshaj nuk arrin gjithsesi këmbgul edhe një herë skuadra jo me Sallakun, i ku do ndodhur tashmë Hoxha. Pasimi lehtë për Hykën në vështirësi, vjen kjo spërkat. Duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi shikoni këtë rast të dy lojtarët e Partizanit rrezikojnë shumë të dëmtohen. Duke qenë se skuadra e Teutës tregohet shumë agresive me spërkat dhe me ndërhyrjet e para ndaj Hykës. Rrostoi fatmirësisht. Jo rrezikshme, por kjo e dyta ndaj Malit, me sa duket shpresojmë asgjë serioze pasi Frenci Mali vjen pas një rekuperimi me qëtësi drejtohet Malit dhe mjeku i skuadrës son, pra Kevin Beqiraj. Ka ngaluar plot 10 minuta me skuadrën e Partizanit, e cila është më kërkuese, por dhe Teuta medaljet me befasit në këto 10 minuta ka arritur të shfaqet rrezikshëm tek zona e Partizanit. Gjithësia është akoma i errët, skuadra jon i ka treguar vlerat gjithmonë pas minutës 20. Provohet topi gjatë në të majt, Sallaku ndërhyn për një moment. Edhe njerë Sallaku. Myrto. Lëvizje e bukur, Luciano Myrto. Duhet të bëjmë kujdes. Kryziu. Leshaj nuk e arrin dot Shkoza, i cili tashmë do të bëhet gati ekzekutoj këtë reveni anësore. E nisë drejt Gjuzit. Hyka Leshaj, nisët këtë top drejt Zekajt. Le të shikojmë, do duhet të luftoj fort aty Rej Zekaj përballë Doçit. Gjithmonë Zekaj spostohet pranë vijës anësore, tashmë Mali. Pasim
Tot edhe nga mbrojtja e skuadrës Teutës, tashmë edhe Erkëm Gul me forcë, Mali rekuperon po vet. Por dueli bëti i ashpër mes Malit dhe Hunës. Mali futet mirë drejt zonës, por më parë topi ka kaluar vijën fundore, sinjalizon gjyqtari. Shkelmo me forcë Prodani. Ka faul. Qorasi e kalon tek Shkoza. Provohet për Hasanbeli, Rubin Hasanbeli. Gripshi, Adinir Hasanbeli. Shikoni një dueli fort, del fitues numri 47 Gripshi, por Arapi shkakton 11 metësh. Teksa jemi në minutën e 14. Është Gjuzi i cili në një duel me Arapin ka arritur të fitojë të 11 metësh. Protestojnë kapiteni. Luhet pra minuta e 14 dhe skuadra Dursake ka mundësinë më të mirë për të zhbllokuar sfidën. Është numri 10 Kuqi përballë Qefalis. 8 gola ka shnuar në 14 takime. Grej Kuqi, por gjithashtu dhe Qefalia. Është një njohës mjaft i mirë i penaltive. Niset Kuqi. Godet, topi shkon në rrjet. Goditje pranë qendrës, zhbllokohet Rostati pra. 0-1 teksa jemi në minutën e 15. Nisim në disavantazh këtë takim. Duhet një sforco e skuadrës tonë për të rikthyer edhe një herë Braspeshën si fillim në këtë të paktën në këtë pjesë të parë, edhe pse ka minuta për të shnuar jo vetëm një gol, duke parë cilësitë edhe forcën e skuadrës së 17 vjeçarëve. Një ndërhyrje fort ndaj Kreziut. Duhet të tregon kujdesshëm lojtarët në këtë momente, pasi të tilla ndërhyrje janë vërtet të rrezikshme. Por dhe gjyqtari shikojmë që është kursyer deri në këtë momente, pasi e tillë ndërhyrje nga pas vlerësohet jo vetëm me faull, por edhe me një shoqërohet me një karton të verdh. Një top i bukur për Hykën, i cili e stopon në këtë mënyrë, tashmë ka në kontroll, ka pranë Hoxhën, luan thjesht për Leshajn, i cili provon kombinimin me Hoxhën, nuk e arrin. Tashmë është skuadra e Teutës që kërkon të dalë, një top lëshuar drejt Hasanbeli, ndërhyn Kreziu, Myrto, Arapi, në të majtë Mali, ka ngacmimin Hasanbeli. Shkojmë provon Këmgull dhe arrin Rejs Zegaj të fitoj këtë goditje dënimi. Le të shikojmë çfarë do sjellë kjo goditje dënimi, teksa pranë topit është Sallaku, numri 28, Flavio Sallaku. Ndërsa ndrojmë në pozicionet, pra Sallaku drejtohet zonës, ndërsa Hoxha bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Ristelt Hoxha.
Le shikojmë këshillohet dhe do të thirret tek gjyqtari, pra shikojmë Gripshin me sa edhe Leshajn. Pra me këshillin e lojtarëve do të nisë kjo godi dënimi që ekzekutohet nga Hoxha, ngushton Prodani me pas ndërhyn Gjuzi. Edhe një herë Luciano Myrto. Risel Hoxha. Cross në zonë, Leshaj provon hyka, topi që mbetet aty, Zekaj edhe një herë. Kryziu do duhet ndërhyj me forcë dhe e shkelmon për të shmangur rrezikun në rivendje fundore. Pasi dhe skuadra e Teutës është treguar rrezikshme në daljet në kundërsulmet e saj. Dorinë Sallaku, Zekaj. Tashmë me forcë shkelmon ta skuadrës Teutës, do duhet ndërhyrja rapid, por ka flamur të ngritur, nuk vlen. Është pozicion e shloje. Ndërsa Gjerasin t'ju kujtoj që pas përfundimit të këtij takimi jemi live me ndeshjen e radhës jo pak të rëndësishme, java e 16 Partizan 19-vjeçarëve pret Teutën, pra. Në kalendarin e kësaj fundjave kemi pasur përballjet Partizanit Teuta duke filluar nga 13, 17, 18 dhe 19 vjeçarët. 18 vjeçarët dhe 13 vjeçarët arritën të korrin sukseset përkatëse ndaj Teutës. 13 vjeçarët fituan sot me rezultatin 3-1, ndërsa 18 vjeçarët mposhtën Teutën ditën e djeshme në një takim që kishim mundësi ta ndiqni live në Partizan Channel me rezultatin 1-0. Leshaj ka një top të prekur në dorë, loja që vazhdon me avantazhin Leshaj, topi tokazi në rrëmuj, largon për një moment, tashmë hyka për Hoxhën, goditja që bllokohet dhe shkon në goditje këndi. Në një aksion mjaft i bukur i ndërtuar në një triangël, teksa hyka, Leshaj dhe Hoxha provuan të rrezikojnë, të vendosin para speshën dhe rrezikshëm u treguan me këtë tentativë të Risel Hoxhës, i cili goditi me forcë, teksa në minutën 20 niset të shpejt kjo goditje këndi edhe një herë. Hoxha crossi që nuk u shoqërohet, e pabesueshme, do duhet të jepni një shkëndijë në atë zonë. Pasi crossimi ishte i mirë, tashim le të shikojmë Mali me forcë ndaj Gjuzit. Vjen nga krau i majt i mbrojtjes për të ndihmuar skuadrën në qendrën, duke ndërhyrë saktësisht ndaj Gjuzit që tashmë ka mbetur i shtrirë në zonën e Partizanit, me sa duket përplasja në dy luftim me Malin ka mbetur dëmtuar. Të duhet të ndërhyja e mjeku të skuadrës së Teutës për t'i ardhur në ndihmë numër 77 Etrit Gjuzi, 15 vjeçarit, i cili ka shënuar 3 gola në 7 takime. Në sezonin 2023-2024, Etrit Gjuzi ishte një duel le të themi për golshënuesin përballë Himalarit, ndërsa në këtë sezon ai është pjesë e 17 vjeçarëve, pra, duke lëvizur një moshë më lart për të kontribuar në këtë grup moshë, teksa ka shënuar 3 gola. Të gatshëm për trajnerin për Partizanin e 17 vjeçarëve është Çuka nga Porta, pra, gjithashtu dhe Maloku,
Më pas Vyshka, Plumbi, Sevdaraj, Tërziu, Shehi, Çahushi, Kamberi, Markoçi, Çelami dhe Dhjari. Sërish provon këmbgul Shkoza. Ky top drejt ka Hasan Belliut. Por nuk arrin dot topi shkon në fundore, nxiton Qefalia. Luan për Arapin. Në të majt Mali. Në qendër Luciano Myrto. E rikthen pas. Qefalia për ballën. Kreziu. Luan thjesht, kombinime të mira, por nuk ke marrë siç duhet, gjithsesi vjen ndim Lesha i cili bën mjaft mirë duke rekuperuar. I rrethuar nga dy lojtarë, nuk ka asgjë, thot gjyqtari, pretendon për diçka Lesha, ndërhyn balla, shtyn skuadrën përpara. Nuk arrihet ky pasim tek Hyka. Edhe një herë Teuta që është vendosur mjaft mirë, vjen kjo ndërhyrje ndaj Shkozës dhe ka faull, goditja e lirë. Niset shpejt Hasan Belliu. Huna e kalon tek Gripshi në të djathtë edhe një herë. Hasan Belli. Myrto. Sallaku avancon përpara, por më parë do të duhet ishte Lesha i cili ishte Hyka ndjes i cili mori një goditje në mesin e fushës. Ka faull. Është goditje lirë për Partizanin që do duhet të reagoj sa më shpejt për të shmangur disavantazhin në përfundimin e fraksionit të parë, pra. Pasi minutat kalojnë, por vërtet situata komplikohet. Gjithsesi ka shumë lojë dhe besoj shumë që skuadra do të arrijë të reagojë sa më shpejt. Por edhe Teuta tregohet e rrezikshme, ndërhyn balla. Hoxha. Thuat pret një lëvizje, luan për Hykën. Tashmë do duhet ndërhyjë edhe një herë Zekaj. Shkojmë avancimin numër 10, Kuqi drejtohet zonën, do të bëjmë kujdes, Kuqi shkon në fundore bashkë me topin duke e dorëzuar. Qefalia për ballën. Kreziu. Kombinime të mira, shtyn përpara. Kreziu luan me Hoxhen, i cili e sposton tek Zekaj. Arrin ta kontrolloj. Por pa kuptim, të shikojmë ka flamur të ngritur. Nuk vlen ky sulm i skuadrës së Partizanit. Por nuk arrim do ta kuptojmë këtë vendim pasi Zeka u nis në brendësi, duke që ishte në një pozicion të favorshëm, por gjithsesi nuk vlen më pasi loja ka nisur me Hykën i cili këmbgul në të majt përballë Çorasit. Le të shikojmë. Ka fituar këtë goditje këndi. Prekja e fundit është e numrit 8, pra Sembelli jo Çorrasi, por le të shikojmë çfarë do sjell kjo goditje këndi, teksa Sallaku bëhet gati të hedhë një top drejt zonës. Luhet shkurt, Hyka, krosi drejt qendrës, mundohet Arapi tashmë Hoxha, e stopon mirë, një kros i bukur, Hyka kërcen përpara kohe, arriti të gjej pozicionin, por jo kohën e dur për ta goditur drejt portës së Prodanit, i cili deri në këtë moment nuk është vënë në vështirësi nga sulmuesit tan, dyshja Leshaj, Hyka golshënuesit, por gjithashtu dhe Zekaj, i cili është në linjë në triangulin e
e skuadrës tonë aty ku duhet të rrezikojë dhe të godasim portën. Le të shikojmë. Është riveni anësore, Sallaku nxiton. Ja kalon Malit. Zekaj. Nuk arrin dot ndron duar. Ky riveni anësore që përket Teutës tashmë Gjuzi. Kuqi futet drejt qendrës. Gabon në këtë pasim, le të shikojmë Leshaj, Hyka, Sallaku, mundohet Zeka edhe një herë këmbgul Rej Zeka topi që mbet në zonë. Le të shikojmë çfarë do sjell ky aksion, në rrëmuje sipër, largohet nga shkoza. Luciano Myrto. Kreziu. Thjesht për Myrton që provon të cross gjysmë lartësie, ndërhyjet mbrojtja e skuadrës të Teutës që deri në këtë moment është treguar saktë. Balla. Myrto, mjaft mirë spostohet loja tashmë në të majt. Mali. Sallaku. Ka marrë një ndërhyrje të parregullt se godit dënimi në një pozicion të favorshëm. Le të shikojmë çfarë do sjell kjo goditje dënimi teksa e merr përsipër Rej Zekaj. Le të shikojmë çfarë do sjell, do të provojë portën Zekaj. Do jetë një skem, një tentativë, një crossim. Kjo vlen për të parë, janë 2-3 lojtarë në mur. Një mur që nga ky kënd duket shumë pranë topit. Zekaj. Goditja topi që shkon rrezikshëm drejt në duart e Prodanit. Tashmë kemi hyrë në minutën e 30 kësaj pjesë së parë. Është Kuqi i cili mban avantazh skuadrën mike të Teutës pas goditjes saktë nga pika e bardhë e 11 metrë. Por skuadra jonë deri në këtë moment nuk ka dhënë asnjë shkëndi. Zekaj. Mali. Hyka. Nuk arrihet ky top drejt Hykës, shkon tek Rapi që do duhet ta mbrojë e prek lehtë sa për t'i dhuruar këtë riveni anësore skuadrës të Teutës pa vullnetshme. Mundua ta mbronte, por edhe njëra Gripshi. Mali tjetë të riveni anësore, e dorëzojmë sërish në të djathtë. Të njëjtën gjë bën dhe Sallaku. Vazhdon të qëndrojë skuadra e Teutës në të njëjtën krah, por duke fituar metra, duke afruar zonës Partizanit me këto riveni anësore të një pas njëshme. E tashmë dorëzojnë në fundore me qetësi. Myrto. I rrethuar nga tre fanella, e kalon tek Mali, i cili provon drejt qendrës, se dorëzon në një moment tashmë rrezikon skuadra e Teutës. Gjuzi pasim për Gripshin, mundohet Kreziu e më pas mbron Qefalia, por vërtet duhet të tregojmë të kujdesshëm. Shikojmë mundësi kundërshtuimi për Partizanin, edhe pse Teuta qëndron me 4 vendosur. Top mjaft i bukur, Hyka, goditja ndërhyn Prodani. Një mundësi mjaft e mirë.
Nuk arriti Hyka. Gjithsi e dhe shkëndien skuadra e kuqe me aksion të ideuar nga Risel Hoxha. Një lëvizje pas shpinë e bukur e Hykës, cili si gjithmonë ja bën shumë të vështirë mbrojtjeve të skuadrave kundërshtare. Tashmë është Teuta, provon Huna, nuk arrin dot Myrto Hoxha, humbet ekuilibrin Lesha, i do duhet të ndrojë mendje, ta kaloj drejt qendrës, lëvizje pase mirë, por kohë një trivel Luciano Myrto që nuk arriti që si qëndrojnë përpara lëvizjen anësore i përket sërish Partizanit. Kërkon ta mbyll me gol këtë pjesë të parë, por duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi skuadra dursake shfaqur mjaft të rrezikshëm. Kreziu, Leshaj, edhe njëherë Kreziu e kalon tek Balla. Mirë për Sallakun e rrezikshme. Kjo ndërhyrje ndaj Sallakut drejtën e këmbë ishte Shkoza, i cili ndëshkohet me karton të verdh. Vjen dhe kartoni i parë i verdh në këtë sfidë, teksa jemi në minutën 34. Sallaku me shumë mundësi do të duhet dhe kjo ndërhyrje stafit pra i doktorit të skuadrës, pasi edhe nga ky kënd duke shumë e rrezikshme. Pra, si gjithmonë gjej rastin t'ju rikujtoj që pas përfundimit të këtij takimi, pas një pushimi të shkurtër, ju do të keni kënaqësi të ndiqni një tjetër sfidë mjaft interesante përballë janë sërish Partizani dhe Teuta, por për grup moshën e 9 vjeçarëve, aty ku situata sa vjen edhe nxehet me Partizanin që kërkon titullin kampion dhe Teuta e cila kërkon të bëhet bashkohet pesës së play-offit. Rrezikshëm këtë pasim për ka flamur të ngritur dukshëm. Gjuzi është më i avancuar, por ne do të tregojmë të kujdesshëm pasi të tilla momente mund të shkaktojnë një tjetër gol dhe gjithçka mund të bëhet shumë e vështirë, them pamundur. Një skuadër si Teuta e cila deri në këto momente po shfaq një fytyrë tjetër ndryshe në 2 përballjet e mëparshme, pra në kampionat kemi mposhtur 4-2, ndërsa në kup para pak ditësh e mundëm pra 3-2, duke eliminuar nga çerek finale e kupës. Por kjo nuk do të thotë që kundërshtari është lehtësisht i kalueshëm, ndaj dhe ky rezultat tregon një mobilizim, shikon një përplasje rrezikshme. Ka mbetur i dëmtuar një prej lojtarëve të skuadrës së Teutës. Nuk ka asgjë serioze për Gjuzin. I cili i drejtohet vijës fundore për të zbatuar edhe rregulloren, e me topin që do nisë nga këmbët
Arapit. Top drejt hykës, është më fort. Prodani. Mirë me qëtësi, me të drejt. Përsa kohë dhe skuadra jonë nuk po shfaqet shumë e rrezikshme. Finansore niset ky top drejt kuqi, tashmë është Gjuzi. Provon Myrto, Balla. E shkelmon me forcë, edhe arrin mjaft mirë për Musa Leshajn. Dori në shkoza, po hasë vështirësi. Leshajn e dalje përpara gjithsesi, le të shikojmë Luciano Myrto, Sallaku futet drejt qendrës Hoxha. Le të shikojmë Leshaj. Lëvizje mirë, goditja me të majtën, topi që ndronë rëmuj, hyka e prek pak, e më pas Zekaj. Nuk shkoj, ai top drejt Zekaj, si Partizani ka në kontrol Balla. Ecën me top, shkon drejt malit. Gjithmonë Robin Balla, shikoni ka lënë mbrojtjen për t'jarë në ndihmë, pjesë tjetër skuadrës, goditja e Hoxhës në të majtë është e lehtë, por ideja ishte e mirë për të provuar më të parën, gjithsesi nuk kishte forcën e duhur. Por dhe Robin Balla, i cili shkoi deri në fund për të ndihmuar skuadrën që po hasë vështirësi në fazën ofensive. Në këto momente Sallaku mjaft mirë, Hoxha në të djathtë Leshaj, lëviz Sallaku, por nuk u kuptua në këto momente kjo lëvizje Sallakut me pasimin e Musa Leshajt. Hysam Belliu. Arrin gjej Gjuzin, ka flamur të ngritur, nuk vlen si e provoi dhe Gjuzi, jetë gatshëm që falin. Pëllut minuta e 40 pjesë e parë dhe sfida bëhet interesante me të dyja skuadrat që nuk, le të themi, nuk pajtohen edhe me rezultatin. Teuta është në avantazh, por me këto dalje të shpejta po na surprizon Sallaku. Goditje fort, topi shkon në shtyllë, pa besueshme. Vazhdon sulmi, rreth Zekaj mund provojë një takë lehtë për malin, i cili kërkon ta jetë drejt zonës e më pas ka prekur me trup pa vullnetshme. Topi që shkon në fundore. Pa besueshme, nuk arrin dot Partizani, edhe i pa fat me atë goditje. Numër 28 Flavio Sallaku. Prodani, dori ndonjëherë Sallaku. Hoxha. Është goditje e lirë, por duhet thjesht të lejonte avantazhin, loja ishte në kontrollin e Partizanit, gjithsesi gjyqtari i takimit. E kupton të faull që niset shpejt. Kreziu, Myrto. Pasi shpejt, Myrto drejt Zekajt. Ndërhyn mbrojtja. Myrto, Arapi. Të majtë Mali. Provot cross drejt zonës. Hoxha me shpejtësi. Sallaku provon në të djathtën, nuk e godet siç duhet. Topi që shkon lehtësisht në duart e portierit Prodani. Pak minuta ka mbetur nga fundi kësaj pjese e parë, ndaj dhe Partizani duhet të paktën të bëjë një sforco
Zekaj, goditja e fortë, Leshaj mund provoj goditja me kokë tashmë. Shkoza, Hoxha godet sërish e pa besueshme. 3 tentativa të një pas njëshme. Ishte Zekaj, Leshaj e më pas Hoxha. Po thuajse në të njëjtën pozicion ku provoi para pak çastesh. Nuk arrin Partizani të gjejë golin e barazimit edhe për shkak të mobilizimit grintës dëshirës së madhe të mbrojtës edhe gjithë pjesë të skuadrës së Teutës. Një krosim me drejt zonës Hyka! Para zonës statin! Ergit Hyka, 1-1, është minuta e 43 takimit dhe mund t'jetë jo më gjati, por është ai që kërcen më shumë se të tjerët duke vendosur baraspeshën goli më i rëndësishëm në këto momente, pasi Partizani po e vunte shumë. Ndaj e gjen në këtë mënyrë, e gjen nga ky personazh autori i 15 golave në kampionat, Ergit Hyka pra, i cili nuk po shfaqej në këto 43 minuta, po mundoi shumë më saktë, pasi shfaqja e tij është momenti dhe ai e shfrytëzoi në këtë mënyrë duke e çuar topin në rrjet, duke mposhtur portierin Prodani. Tashmë do duhet të bëj maksimumin, por shikojmë Gjuzi, topi shkon mbi tra. E pra, shikojmë çfarë ndodh brenda pak çastesh. Nga gëzimi mund të kalojmë në dëshpërim, ndaj dhe duhet të kemi një fokus, një përqendrim maksimal, pasi edhe skuadra e Teutës me lojtarë si Kuqi, Gjuzi mund të shfaqen gjithmonë të rrezikshëm nga momenti në moment. Sallaku mundohet, por më parë topi ka kaluar vijën anësore. Vjen pra goli në momentin e duhur. Nuk do ishte gjëja më e mirë. Do ishte shumë e vështirë për skuadrën tonë që ta niste fraksioni pjesë dytë në një disavantazh. Edhe pse kjo skuadër për hir të vërtetës ka kthyer shumë rezultate ndeshjesh në këtë sezon, por jemi le të themi në pikun e kampionatit dhe skuadrat po tregojnë një mobilizim jashtëzakonisht të madh nga ndeshja në ndeshje. Kryziu, Lesha i lëviz bukur, por nuk arrin dot ta mbajë brenda vijave. Po luan sekondat e fundit të kohës rregull së kësaj pjese e parë me Partizanin që përveç euforisë po del në vlerat e vërteta, skuadra e cila kryeson kampionatin me 39 pikë. Ka faul, goditje lirë, nuk e kuptojmë vendimin, ishte para pak çastesh. Pra kemi hyrë në sekondat e para të kohës shtesë. Fatkesisht nuk kemi një tabelë elektronike, por duhet të shikojmë. Hyka provon për Zekajn, nuk i jep atë trajektorin e duhur, gjithsesi e provoi edhe Zekaj zonën, por dalja Prodanit ndërpreu gjithçka. Edhe një herë Arapi ndryn mjaft mirë, mundohet mali, por topi që ka kaluar në rrjedhën anësore. Pritet pra dhe një 45 minutësh më zjarrt në fraksionin e dytë të ndeshjes, pra qëndroni me ne, pasi do të shikojmë, do përjetojmë të tjera emocione nga futbolli i 17 vjeçarëve, por shikoni në këtë moment ndërpret takim, duke dhënë fund pjesë së parë gjyqtari me Partizani, i cili kishte një vërtet një shans kundër sulmit, por nuk ka më vlerë pasi përshkëllimi i gjyqtarit kryesor i çon skuadrën drejt domat zhveshëm me një barazim mjaft i luftuar nga dy skuadrat. Shpresoj që pjesë dytë Partizani të marrë avantazhin, të tregojë forcën dhe të vazhdoj kryesimin. Shihemi, dëgjohemi pas një pushimi të shkurtër.
të sisha me këto zjerat. Ishe shumë forta? I kam pas shumë ditë që fare, gjithë sa gjërat. Përshëndetje miq të Partizani Channel, i kthejmë pjesë dytë me këtë mundësi. Shikoni, ka një kontakt Ergit Hyka. Jo, nuk të zgjas shumë ky start me këtë rezultat, me shpresën që Partizani dhe Ergit Hyka të kalojnë avantazh. Ka 11 metrash pra, s'po gjej fjalët të pasi në moment e parë që po hapim mikrofonin të bëjmë gati këtë lidhje në këtë pjesë të dytë. Shikojmë një lëvizje bukur pas shpinë e Ergit Hykës, i cili vjedh kohën portirit Prodani dhe arrin fitoj këtë 11 metrash që do të ekzekutohet nga Rej Zekaj me mirëkuptimin e dy lojtarëve. Zekaj shkon bëhet gati të godas këtë 11 metrash, të mundësi të ardhë për Partizani për kaluar në avantazh në sekondën e parë të kësaj pjesë së dytë. Zekaj përballë portierit Prodani. Niset pra Rej Zekaj. Le të shikojmë goditja, topi shkon në rrjet. 2-1 Partizani dhe festa e skuadrës kuqe që rikthehet në avantazh në këto sekondat e para. 2-1 pra Rej Zekaj. Kush do ta mendonte tjetër që skuadra jonë do të shënonte nga tuneli i dhomës së zhveshjeve, mund ta themi në këtë mënyrë, pasi nuk arri dot ta besoj vetëm disa sekonda me një lëvizje të shpejtë, një kapje befasie, si gjithmonë troublemaker, si thonë në gjuhën angleze, shkaktues i problemeve të mëdha të mbrojtjeve të kundërshtarëve. Ergit Hyka arrin të bëj mirë duke barazuar rezultatin në pjesën e parë, në fundin e pjesës së parë një gol shënuar me kokë, e tashmë fiton të 11 metrash që u ekzekutua me sukses nga numri 7 Rej Zekaj. Pra rikthehemi në avantazh 2-1. Një nisje mjaft e mirë me Zekajin, i cili ka dërguar topin në rrjet për herë të 7. Le të shkojmë një mundësi e mirë. Leshaj lëviz bukur Hyka. Leshaj provon, nuk e arrin dot ta filtroj atë top drejt Hykës, i cili
Vërtet u nis vrrullshëm, fuqishëm drejt kuadratit të zonës së rreptësisë. Pra, siç ju premtova në fundin e pjesës së parë, një takim ose më saktë një pjesë të dytë me plot emocione na priste edhe kështu po rezulton të paktën deri në këto momente teksa jemi në minutën 49, vetëm 4 minuta kanë zgjatur me Partizanin që është në avantazh dhe kërkon të shënoj një tjetër gol. Shikon lëvizje bukur e Hykës drejt zonës së Prodanit dhe kjo parabël topi që shkon rrjet. 3-1 Ergit Hyka, spektakolar në këtë lëvizje, në këtë goditje, me atë pasim mjaft të bukur të Kryziut, nda në dy grupe, një tek Kryziu i cili komplimentohet për atë pasim fantastik, ndërsa një grup drejt Hykës për atë ekzekutim madhështor. 3-1 Partizani. Fantastike kjo pjesë e dytë për skuadrën e Aldo Duros, e cila përveç se shënon, kalon avantazh, por dhuron dhe spektakël me asistime dhe gola mjaft të bukur. Pra brenda, le themi 3 minutash nuk kanë zgjatur, 3 minuta. Është luhet minuta 50. Partizani ka shënuar 2 herë. Por kush do ta mendonte që kjo skuadër do të shënonte kaq shpejt me mënyrën si po luante në pjesën e parë, por jo vetëm për faj të Partizanit, por edhe për shkak të mobilizimit të skuadrës dursake. Ndërsa në këtë pjesë të dytë skuadra jon ka reflektuar dhe ka gjetur, le të themi, pikën e dobët të mbrojtjes dhe skuadrës të Utës, duke i shënuar 2 herë. Tashmë ka goditje këndi për skuadrën të Utës. Shkon në 2-2 numri i goditje këndit. Një cross drejt qendrës. Tashmë Leshaj me forcë e dërgon drejt një zone ku duhet Luciano Myrto të luftoj, ndërhyn në shkoza Gripshi. Asambeliu, edhe një herë provohet ky kombinim, Huna nuk arrin dot të gjej Asambeliun, edhe një herë Rubin Asambeli. Lëviz mirë, por Kryziu, le të shikojmë, nuk ka arritur sipas vendimit të Virojtësit të parë, i sinjalizuar drejt gjyqtarit. Pra ka goditje këndi për skuadrën e Utës. Është 8-a, shkon në 3-2 për dursakët. Pranë topit është Hasanbeliu. Qefalia nuk arrin dot ta gërshtojë. Hyka tashmë një duel shpejtësie, ndërhyrje për moment nuk arrin. Hyka është më shpejt. Një top drejt Luciano Myrtos. Lëvizje bukur, e kontrollon Hyka në vështirësi, gjithmonë më pas zbehet ky aksion, por këmbgul dher Mali. Nuk arrin Mali. Kërkoi një tunel, por do duhet një pas mjaft thjesht për të nxjerrur në pa dhe atë vlerën të këtij lojtari. Leshaj mund ta sulmoj, Shkozën në vështirësi. Hezitoi në radhën e parë, në mundësinë e parë Leshaj, por tashmë e sulmon dhe detyron Shkozën ta kalojë në rivenë anësore. Pra në këtë pjesë të dytë nuk ka zëvendësime nga të dyja skuadrat, janë besuar 11 startuese. Leshaj lëviz mirë, por ndërhyn Huna. Edhe një herë një top drejt Gjuzit. Balla shkon dhe duhet të luftoj fort, pasi Gjuzi ka armën e tij më të shpejtë, shpejtësinë. Gjuzi me këmbgulje bën mirë, edhe arrin të fitojë këtë goditje këndi. Shkon në 4-2. I vetëm Gjuzi bëri maksimumin për të rrezikuar dhe arrit të fitojë këtë goditje këndi.
nuk duhet të le të themi të dorëzohemi me idenë që jemi në avantazh në 2 gole, por të kërkojmë të shënojmë sërish pasi skuadra dursake nuk është dorëzuar, si këto momente ndryn qefalia më pas ky top që shkelmohet në rivjen anësore pa përfunduar mirë fjalën edhe shkëndijën e goditi skuadra e Teutës në një zonë të favorshme për shënim, por këtë herë gjeti të gatshëm portierin e skuadrës tonë, i cili ndërhyu në momentin e duhur. Edhe njëherë Rapi drejt Sallakut në vështirësi, Kuqi, Gripshi drejt zonës, vjen ndërhyrja e Sallakut, Hoxha, lëvizja e Hykës, por preferon Zekajn. Le të shikojmë, Rej Zekaj drejtohet qendrës, vjen dhe Luciano Myrto, preferon Leshajn që ka hapësira përballë Kashkozën, gjithmonë Musa Leshaj, le Leshaj një pasim me themër. Nuk arrihet ky pas drejt Hoxhës, ideja ishte mjaft e mirë e Musa Leshajt, i cili pa lëvizjen e Hoxhës, i cili e kërkonte drejt një zone mjaft të favorshme. Edhe një herë Leshaj ka ngacmimin e Shkozës, Kryeziu mjaft mirë, hyka godet topi të vjotë, Zekaj 4-1 Partizani. Shënon Rej Zekaj me forcë e goditi hyka, topi që mbeti një zonë të favorshme, pas Zekaj nuk fal duke dërguar topin në rjetë. Shënon pra dhe Rej Zekaj e tashmë skuadra e Teutës, e cila bën një zëvendësim, është Kruja, i cili merr vendin e Prodanit. Pra ka një zëvendësim në port. Por duke parë mënyrën se si ka shënuar Partizani, Prodani nuk kishte çfarë të bënte, gjithsesi kjo është vendim tjetër, por jo për të shfaqsuar portierin, por gola të shënuar, 2 gola të shënuar nga Hyka dhe 2 Zekajt kanë qenë për merit të këtyre djemve. Gola mjaft të bukur. Hyka goditi me kokë në një zonë të favorshme goditse dhe arriti të poshtë me golin e barazimit. E më pas Leshaj, po le shkojmë edhe një herë, Leshaj për Zekajn, ka marrë një goditje lehtë, por lojë që vazhdon normalisht me ballën, ka pranë Myrton, i cili, le të shikojmë, luan thjesht për qefalin. Hapët në krah Rapi. Në vështirësi, mbrojtja pasi Hyka shfaqet gjithmonë problematik, por le të shkojmë Mali, topi ideja mjaft e mirë ndërhyn për një moment. Lojtari i skuadrës së Teutës ishte Asambeliu Ndjes Doçi, i cili ndërhyu në momentin e fundit. Por le të shikojmë dhe Partizani bëhet gati për 2 zëvendësime. Del nga fusha lojës Frenci Mali, vendi e tij e merr Vyshka, Frenki Vyshka. Rikthehet Vyshka, i cili ka dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm, por zëvendësimi është gjithashtu dhe Çausha, i cili ka marrë vendin e Luciano Myrtos. Gjithashtu dhe skuadra e Teutës ka kryer një tjetër zëvendësim në fushë. Kemi numrin 30 Mulgeci, jashtë fushë është Huna. Pra 4-1. Zekaj, Vyshka është pranë
Zeka ka marrë një goditje, arriti ta dërgojë topin tek Vyshka, por do të ndërpritet për një goditje dënimi. Ngrihet ngadalë është Hyka. I cili ja lën tanis Vyshka. Hoxha. Jon Çaushi. Prej ke parë poston lojën në të djathtë Kryeziu. Thjesht Leshaj, spërkata. Numrit 15 Shkoza, i cili e ka një karton të verdh. Por vazhdon të tregoj grindën e tij, por që duhet tregoj i kujdesshëm. Hoxha, Hyka. Ka të vështirë, një top ishte pak vështirë për të kontrolluar, gjithsesi e godet Kruja, e shkelmon drejt zonës ku ndodhet Gjuzi, vetëm me Arapin, në ndërim për moment Arapi. Tashmë e ka numri 8 Hasan Belliu. Edhe njërë Partizani, balla për Arapin. Hoxha, Hyka, mban me forcë, luan mirë, ka një tërheqje nga Fanella. I gjyqtari e vlerëson të rregullt. Kruja, drejt zonës ku ndodhet Kryeziu, i cili e mbron me qetësi numri 19. Një takim mjaft i mirë dhe për numrin 19 pra Kryeziu, i cili kontriboi tek goli i tretë me një asistim perfekt në detaj për Ergit Hykën. E ky fundit ekzekutimi më i bukur. Një më i bukur tjetër nëse mund ta them në këtë mënyrë, Hyka, Hoxha, tjetër mos koordinim. Ishte një tjetër aksion mjaft i rrezikshëm, sa herë to dy lojtarë ndodhen në zonën drejt qendrës së 16 metra. Lesha lëviz bukur. Një cross, ideja fantastike, por do duhej një sulme, le të themi një këmbgulje drejt shtyllës parë, aty ku Sallaku nuk arriti dot ta kuptoj. Tashmë Jon Çaushi shtyn skuadrën, mban përpara. Lesha është ndjesë Zekaj. Zekaj e mbron me forcë, janë dy lojtarë që ndrojnë pranë dhe një prekje lehtë arrin të fitojë këtë revelansore. Rej Zekaj. Pra luat minuta 61. Partizani e ka lehtësuar disi me 3 gola shënuar në këto minuta, pra këto 16 minuta, por duke menduar se ka akoma shumë lojë, nuk duhet të ulim dëshirën për të shënuar edhe për të mbyllur këtë takim tjetër zëvendësim në radhën e skuadrës Dursake. Del nga fusha lojës numri 11 Rubin Hasanbelliu dhe vendi i tij e merr numër 7 Marvin Xha. Sallaku. Vyshka me forcë. Topi vazhdon të qëndrojë në një zonë ku Sallaku e sulmon dhe e rifiton. Por ka një sinjalizim për një pozicion jashtë loje. Është Kruja i cili e shkelmon me forcë Arapi. Sallaku. Zekaj. Arrin fitoi këtë faul. Një goditje e lirë për Partizanin, pranë topit është Frenki Vyshka. Luan thjesht për kapitenin Wesley Arapi. Sallaku. Vyshka. Hyka. E sulmon, bën mjaft mirë, por momentin e fundit ndërhyn portieri Kruja. Këmbgul Sallaku. Është të pa rregullt kjo këmbgulje numrit 28.
Vyshka, Çaushi. Kalon prapa tek portieri Qefalia. Balla. Hoxha. Në vëshësi e dorëzon tek Mulgeci. Ka faul ndaj Kuqit. Goditja dënimi për skuadrën e Teutës. Është Hasan Belliu i cili nxiton pra numri 8 Albion Hasan Belliu, 16 vjeçari i cili do të ekzekutojë këtë goditje dënimi por më parë nxiton për të kapur për të nisur këtë goditje dënimi që do provoj të ngushtojë rezultatin skuadra e Teutës, por ka asur shumë vështirësi në këtë pjesë të dytë. Vetëm një tentativë nga goditja e këndit. Tjetër top drejt shtyllës dytë. Prekja e fundit. Është e lojtarit të Partizanit, shkon në 5-2. Hasan Belliu drejt qendrës largohet nga mbrojtja e Partizanit. Nisë ky top për Hykën. Deri me forcë Shkoza. Kërkohet gjithmonë nga grinta, shpejtësia, shpërthimi, shkëputja e Ergit Hykës, i cili tashmë ka shkuar në kuotën e 16 golave. Sallaku, Zekaj, thjesht Jon Çaushi, Leshaj, Hoxha, shkon në pozicion dhe Kreziu, i cili nuk i ndahet Kuqit, nga lojtarët më aktive në radhën e skuadrës së Teutës, bashkë me Gjuzin, tek pjesa e sulmit pra. Hasan Belliu. Kuqi, Gripshi. S'posot loja në të djathtë tashmë, provon Doçi. E dorëzon për një moment tek Vyshka, i cili nuk arrin ta kontrolloj, duke kaluar në venancore. Xha. Doçi. Drejt zonës ku ndodhet Kuqi dhe Gjuzi në vështirësia Rapi. E tashmë ndërhyn Sallaku në këtë mënyrë e dërgon ose më saktë topi e shkoi drejt Kreziut. Leshaj. Prekja e fundit është Musa Leshaj. Balla, nuk i ndahet. Ndërhyn Leshaj për është vlerësuar pa rregullt. Ka ngritë takash ndërsa shikojmë ka zëvendësime mes duar trokitjeve del nga fusha lojës autori i 2 golave Ergit Hyka,
Një ndeshje fantastike dhe për Hykën. E gjithashtu dhe numri 19 Kryeziu. Një ndeshje paraqitje breslënse. Në fush kemi numrin 14 Terziun. Pra Arsi Terziun, i cili mori vendin e Hykës, ndërsa Kamberi mori vendin e Kryeziut. Prejke parë dhe për Kamberin. Arapi. Çahushi. Terziu, mirë, Kamberi. Një top drejt Leshajt. Këtë që shkon në rivenansore, Kamberi luan për Terziun. Ati njerë Kamberi. Krosimi që blokohet nga kapiteni numri 4. Hoxha kërkon një goditje që mbyllet, blokohet nga mbrojtja. Provon me shpejtësi Asambeliu. Arrin të gjej Gja. Ka përballë Vyshkën, që nuk i ndahet. Edhe bën mjaft mirë pasi arrin me sukses të fitoja 2 luftim. Tashmë Zekaj, Gripshi, gjithmonë Gripshi, Doçi. Lëvizje mirë, ideja mirë për Kuqin, po më forcësh duhet shkon drejt në duart e portierit të Qefalia. Më pak se 20 minuta. Jemi në 4-1. Ju kujtoj që 2 gola të shënuar nga Ergit Hyka dhe 2 Zekaj. Pra vetëm me besim dhe përkushtim mund arrihet, pasi ju kujtoj që ishte skuadra e Teutës e cila shënoi para në minutën e 15 nga pika e bardhë e 11 metrave. Kuqi nuk gaboi, por grinta dëshira e Ergit Hykës në minutën 43 pra arritë të godasë me të shënjestroj me plot forcë kuadratin e portierit Prodani, duke dërguar skuadrat në barazim në 45 minuta e para, ndërsa në sekondat e para të pjesës së dytë sërish protagonist Ergit Hyka, i cili me një lëvizje pas shpine të mbrojtjes arrin të fitoj një 11 metësh dhe u ekzekutua me sukses nga Rej Zekajt. Në minutën e 49 sërish Hyka protagonist, por këtë herë nisi nga këmbët e Kryeziut, i cili i dhuroi një asist të bukur, por dhe ekzekutimi në detaj i Hykës për të çuar rezultatin në 3-1. Ndërsa në minutën e 55 sërish Hyka arriti të godas fort drejt portës Teutës, një top që mbeti aty në zonën ngjitur me shtyllën e krahut të djathtë të portierit, që në ato momente mbroj nga Prodani. Zekaj nuk fal, duke goditur me forcë dhe duke e dërguar rezultatin 4-1. Reagimi i skuadrës dursake ka qenë le themi i pakët, me 2-3 tentativa
por Qefalia është treguar mjaft i saktë. Një top drejt portierit Kruja, cili nuk kontrollon si duhet, gjithsesi e kanë zotërim Kamberi ka fal ndaj numrit 30 Mulgecit, cili niset shpejt. Dhe njëherë Mulgeci në të majt provohet kjo zbritje shpejt dhe ka fal ndaj Kalemasit. Dhe Kalemasi është futur në fushën e lojës. Por akoma nuk është bërë pra rifreskimi, pasi Kalemasi u fut të gjatë momentit të dëmtimit të lojtarit të skuadrës Teutës. Me shumë mundësi vendin Hasan Belli, por le të shkojmë te cross që devijohet dhe më pas duhet Frenki Vyshka ta mbaj të shmang të pak në goditje këndit, por shkojmë nuk ka arritur Vyshka. Nxiton numri 8 Albion Hasanbeli. Crossi gushton Qefalia, më pas ndërhyn Hoxha. Edhe njëherë Hasanbeliu nuk arrin Hoxha. Zekaj, javë bukur për Hoxhën, i cili nuk arrin dot sërish ndërhyn ndaj Gripshit. Ka faull, është ndërprer. Ka liruar për një moment avantazhin gjyqtari i takimit dhe më pas ka vendosur ta ndërpres për t'i dhënë mundësinë skuadrës dorësake për të provuar me këtë goditje dënimi. Është Doçi, i cili bëhet gati të ekzekutoj drejt zonës, drejt qendrës, rrëmujesi për ndërhym balla. Tashmë është Kuqi. Nuk i nda Tërziu, Kuqi arrin ta krosoj, shkon drejt në duart e portierit të Qefalia. Leshaj e ul mjaft mirë. Tërziu lëviz me shpejtësi Leshaj, por heziton Tërziu duke kaluar tek Hoxha. Kërkohet zona për Zekajn. Edhe njëherë Doçi. Gja. Dëryn Vyshka. Hasanbeli thjesht preferon të revjen anësore. Nisë me shpejtësi. Nuk kuptohet në këto momente Gjuzi dhe Hasanbeli. Doçi nuk përfiton dot Zekaj. Gja fiton të goditje këndi. Kërkon të ngushtoj rezultatin në skuadra e Teutës, por e ka shumë të vështirë. Pasi dhe Partizani vazhdon të ketë të njëjtin përqendrim, duke mos lejuar dursakët vjen goditja, topi që mbetet në rrëmuj. E më pas kjo kthehes shumë larg dhe shumë lart kuadratit. Shkojmë dhe Sheu numër 16. Joni Sheu, i cili bët gati dhe ai të kontriboj në këto minuta të mbetura.
Ky është debutimi i dytë. Del pra nga fushëlojës Aris Selhoçja. Ja. Edhe njërë me forcë gripshi, ndërhyn mjaft mirë Sallaku. Por topi që ka shkuar drejt sezonës numër 30, Leshaj. Sallaku. Tjetër sinjalizim për një pozicion shloje. Topi drejt shtyllës së dytë, nuk ka rjetë dhe shkon në fundore me qëtësi në këmbët e portierit Cefalia. E ndërsa për luhet minuta e 80, Partizani është në avantazhin e 3 gola pra 4-1. Unë ju kuptoj që pas përfundimit të këtij takimi, pas një pauzë të shkurtër, teksa të dyja skuadrat që do të zhvillojnë ndeshjen e javës 16, pra takimin e radhës të 19 vjeçarëve mes Partizanit të Utës, të bën gati dhe ne do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë për t'ju dhuruar të tjera emocione, të tjera gola, pse jo. Shpresojmë shumë që skuadra e 19 vjeçarëve dhe ajo ta nisë mbar këtë vit kalendarik në kampionatin e grupmoshave, pra në kampionatin e grupmoshës së 19 vjeçarëve. Pasi në kupë fatkeqësisht e kemi mbyllur me eliminimin në çerek finale nga skuadra e Apollonis. Por fokusi tashmë qëndrojnë tek kampionati, aty ku jemi në vendin e dytë, por kemi shumë punë për të bërë pasi skuadra e Skënderbeut që ndodhet tashmë në vendin e parë ka krijuar distancë ndaj dhe Partizani duhet të bëjë maksimumin në çdo ndeshje për të ngushtuar diferencën, për t'ju afruar kreut dhe për t'ju drejtuar fazën e play-offit me një diferencë sa më të vogël, por kjo nuk arrihet me dëshirën, me fjalët e mia, kjo arrihet me punën dhe sakrificën, dëshirën e madhe të djemve. Ashtu siç po bën dhe skuadra e 17 vjeçarëve, e cila vërtet po na dhuron kënaqësi, gola, emocione. Pra ju kujtoj që takimet tjera të zhvilluar në këtë grupmosh, Tirana u ndal në fushën e Vorës me rezultatin 3-3, ndaj dhe kjo fitore merr vlera mjaft të rëndësishme pasi Partizani tashmë shkon në kuotën e 39 pikëve. E thash përpara se të kalojnë në avantazh, teksa ishim 1-1, ndaj ju kërkojnë ndjes, por e kam ndjerë dhe energjinë e kësaj fitorie. Tashmë jemi në kuotën e 39 pikëve, ndërsa Tirana qëndron në vendin e dytë me 37 pikë. Ka qenë një rivalitet që na ka shoqëruar pothuajse gjatë të gjithë këtyre 16 javëve, teksa Partizani ka udhëhequr kampionatin, por Tirana ka qëndruar gjithmonë shumë pranë, ndaj dhe kjo fitore tashmë merr vlera me rëndësi të madhe. Ndërsa takimi i radhës na pret një sfidë jo e lehtë në Korçë, aty ku Skënderbeu do të luftoj për të arritur në vend tek top 5, pasi është 5 pikë larg Vorës
Pra, ju kujtoj që futbolli mosha duke filluar nga 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19 vjeç luhet me sistemin dy fazat, faza e parë dhe faza e dytë janë me pikë, grumbullim pikësh, gjithashtu dhe faza e tretë, por ndryshe nga faza e parë dhe faza e dytë, fazën e tretë skuadrat grupohen në 5 më të mirat, luajnë përballë njëra tjetrës me takime vajtje ardhje dhe 5 le të themi skuadrat poshtë mes tabelës luajnë për të mos rënë nga kategoria për mbijetesën. Ndaj jo vetëm ky grupim, por edhe përgjithësimi i pikëve në momentin që fillon faza e tretë, skuadrat përgjithësohen pra me pikët që shkojnë si më poshtë. Nëse Partizani momentalisht ka 39 pikë, përgjithësimi i pikëve e dëmton le të themi Partizanin sepse e detyron të shkojë të jetë në 38, pra duke i hequr një pikë të lehtë, por që merr shumë vlera pasi Tirana që ka 38 shkon po në një kohë pikë si Partizani, pra duke qenë se përgjithësimi i pikëve ngushton shumë diferencën dhe e bën garën shumë të zjarrt në fazën play-off. Ndaj shpresojmë shumë që në 2 takimet e radhës Partizani pra në Skënderbeu në transfert, që është një nga më të rëndësishme jo vetëm për sa i përket renditjes, por rivalitetit që kanë pasur gjithmonë këto dy skuadra në këtë grup mosh, pra ndër vite, por gjithashtu dhe për garën teksa Skënderbeu nuk ka më çfarë humbet. Në 2 takimet e fundit Skënderbeu do të përballet me Partizanin dhe shkojë në Shkodër, ndërsa Partizani do të përballet me Skënderbeun dhe do të rikthehet në shtëpi për të ballur me Laçin, e cila ndodhet në vendin e parafundit. Dhe edhe një fitore, një rezultat pozitiv maksimal në transferin e Korçës do të shikonte skuadrën tonë shumë të qetë për të drejtuar fazën e play-offit. Gjithsesi, futbolli është i bukur, është një lojë emocionuese me topin e rumbullakët që është i paparashikueshëm, pra nuk mund të vendosim nëse ne do të jemi superior në një fushë të vështirë si e Korçës, por duke besuar te kualiteti, forca e kësaj skuadre, besojmë deri në fund që mund të dalim me një rezultat pozitiv. Arapi, Vyshka, i top drejt Sallakut, e prek pak dhe fiton të rrëvjen anësore. Një takim mjaft pozitiv, konfirmues edhe për numër 28, pas paraqitjes mjaft të mirë në kupë. Po i drejtojmë minuta dhe mjaft të qeta me skuadrën e Teudës që përpiqet disi po dhe skuadra dursake me shumë zëvendësime të kryera. Thjesht përkon ajo që të mbyll këtë takim të javës 16 teksa Teuta pozicionohet në vendin e 8 me 17 pikë. Nuk rrezikon shumë, duke qenë se Akademia e Futbollit është me 0 pikë.
me 16 humbje. Gjithsesi është skuadra jonë e cila kërkon dhe ajo të shënojë tjetër gol, këmbgul Zekaj. Sambeli ndërhyn Vyshka, tashmë provon Shehu. Po luan sekondat e fundit të kohës rregullt, Partizani po I drejtohet fitores radhës ose më saktë fitores numër 12. 12 fitore, 3 barazime dhe vetëm 1 humbje. Leshaj, gjithmonë Leshaj, me forcë, godet Kruja edhe një herë, provon vetë Leshaj, goditje tjetër e lehtë, bukur, këmbgul Leshaj dhe Shehu e pabesueshme. Nuk arrin dot të shënojë në pozicion të favorshëm, por një këmbgulje gjatë me plot grind, dëshirë të madhe e Musaleshit për shënuar, por nuk arriti dot pasi edhe Kruja ju përgjigj 2 herë. E gjithsesi nuk ka më kompjuter këtu ky takim I javës 16 me fitoren e Partizanit të Aldo Duros me rezultatin 4-1. 2 gola shënuar nga Erget Hyka dhe 2 Rezekaj I dhan fitoren Partizanit dhe kryesimin në kampionat, duke kaluar I vetëm me 2 pikë më shumë se Partë e Blut e Tiranës. E tashmë shkojmë drejt Korçës për fitoren e radhës, për suksesin e radhës. Duke falendëruar që ne keni ndjekur, ju kujtoj edhe një herë, qëndroni me ne pasi vetëm pas një ndërprerje të shkurtër kemi takimin e radhës të 9 vjeçare mes Partizanit dhe Teutës këtu në Partizani Channel. Qëndroni me ne.